Dëbora përfshiu juglindjen e vendit, duke u shoqëruar me erë të fortë dhe stui e duke sjellë probleme të shumta, kryesisht në zonat malore por edhe ato rurale, ku tërësia e saj në zonat malore shkoi deri në 40 cm dhe vende për shkak të erës së fortë deri në 1 metër. 34 mjete borpastruese ishin në teren për të mbajtur të hapur gjithë aksin nacional, përfshirë edhe rrugët e Voskopojës e Dardës, ku në aksin e këtij të fundit janë dashur 5 borpastruese për të normalizuar qarkullimin e mjeteve. Për shkak të erës së fortë, pati shtylla të rrëzuara të tensionit të ulët e të mesëm, duke lënë pa energji elektrike mbi 1000 familje, ndërsa 11 grupe të OSHE janë në teren për të rikthyer energjinë elektrike, por situata me stuin e ka bërë të vështirë gjithçka. Erën situata u paraqit edhe në të gjitha fshatrat e zonave malore të bashkive Korçë, Pogradec dhe Vollër Seke Maliq, dhe ajo çka e bëri shumë të vështirë situatën ishte se stuia përfshiu gjithë juglindjen. Vetëm në akset nacionale janë patrulluar 5 grupe të sektorit qarkullimit rrugor, të cilët kanë kërkuar tek drejtuesit e mjeteve të bëjnë kujdes në qarkullimin e tyre dhe të jenë të pajisur me goma dimrore. Nga ana tjetër, mjetet në zonat e thella malore kanë pasur të domosdoshme përdorimin e zinxhirëve.